Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re. Unë jam Wendy dhe ky është kanali në YouTube. Sot kam erdhur një video të re, një vlog të ri që për mua është vlogu më i veçantë deri tani, është më i bukuri. Dhe thash po hap direkt një vlog tjetër, sepse po nuk e hapa direkt, pastaj prit sa ta hap. Dhe tani po bëj një shëtitje me vajzat e mia, me të dyja vajzat më saktë. Po shkojmë një çik deri te parku, t'i nxjerr pak. Dhe jam shumë e lumtur sepse vlogu është pritur shumë mirë deri tani. Edhe shpresoj që t'ju sjell në vazhdimsi vlogje sa më të bukura dhe sa më reale. Jam veshur prapë si që isha tek vlogu tjetër, me xhinse dhe me një kanatiere të bardha, sepse i nxehti filloi direkt, shumë pam, edhe akoma unë nuk I kam nxjerr pothuajse të gjitha veshjet e verës, vesha ato që kisha lënë jashtë nga vera e kaluar. Dhe nesër të svet Zotit do ta bëj dhe këtë punë, do t'ju nxjerr të gjitha. T'ju tregoj pak gocat e mia të bukura. Ajana na usëmur. Ka që ditës që po të shtin, do jetë ftohur, ose ky ndryshimi I kohës kështu për një herë dhe do t'jetë ftohur. Shpresoj ta kaloj sa më shpejt mos t'ja ngjisi vatës tjetër. Po është duket që është pak sëmur, rikështu si e plogësht, të flokët me zorë më laqët ja lidhja pak lart, po tani shkojnë në sy edhe duhet patjetër që t'ja lidh t'ja kap, nejse. Bëra si bëra, ja kapa një çik lart ja lidha. Kemi veshur këto palicetat e bukura që I ka pas Selena, Ajana është veshur pothuajse veçikos me rroba që ka dhënë Selena, shumë rrallë kemi bler rroba të tjera. Shumë rrallë kemi bler Ajanës rroba të reja, sepse ka pasur të Selena. Selena nuk është se të rrobat e bebit vishen njërë dyherë, pastaj nuk ju bëjnë më. Edhe ja, janë rroba si të reja. Për herë të parë ka veshur edhe këpucë. Kemi veshur këtë këpucët roz të Selenës, prapë edhe ato. Kurse Selenën e kemi këtu. Jemi akoma në mundin e asaj, jemi akoma në mundin e baletit. Ka veshi këtë e donte si për robave, këtë fundin, këtë që duhet ta kishte në mes, e ka parë në qaf, nuk e di çfarë I thot me India klip nisi, dhe ka shtuar aksesor në tepër, ka shtuar çadrën e shiut. Selena! Edhe tani të ikim tek parku. Kemi kopinu se I me Qumshi, fësua që t'ja marrë mendje. Në vogla I me kopij Qumshi dhe pastaj do ta vendos që të lozi. Lenën e kemi atje, po loz. Edhe do shkoj edhe motra, sa të mbaroj Qumshi. Ball! Ball mama! Ball se ka frikë, se është e vogël bibi, ball, basta! Basta, ball! No! Ma mamma non è solo tua! Ayana! Vieni mamma! Cos'è? Kush ka vecur puca? Hajde! Kush ka vecur puca? Po I bëjmë floket me onde më duke. Hajde!
pëlqen. Te, nuk të pëlqen? Non ti piace? Ayana! Pulcina. Seguitemi. Jo fort. Basta, iku luti tani. Sa të bëjt t'ja ndaloj cikun se ajo s'më vesh ajo e madhja. Kuptoj tani që ja ndaloj më thati. E kuptoj që ja ndaloj unë edhe më thati. Ik se do vritesh më thot mua. Jo, mami se është e vogël, të lutem. E pike e zezë me këto fëmija, zot, këtë të mbashën para. Jo. Mami, më dhimë se të e imja, është edhe kjo. Hëtë keqe, mama. Hira ty të ajo jotja ti, edhe loz aty. Loz mira. Loz mile. Loz mirë, mami. Mami të lutem. Jo, më nuk të gjonë. Dashuria ime. E bukje mamas. E bukje mami ti që më kënaqet kjo muaj zë muri. Loton edhe syri edhe i kryon sklepa jetës. Nuk në dalin nga to, thot. Nuk në del mini neve që kemi në shtëpi, po duam edhe mace që shofim kudo. Ja. Iku mama? Lasha, lere mami se iku. Shiko ki një top aty. Ku është? Tu. është i top. E ka ruani një por që... Hajde! Hajde! Hajde, lere nacën, hajde! Moj! është cupa ime ajo, e kam bërru në atë. Kur të bësh ti cupëntate, bëjt sa të duash ti me cupëntate. Jo, nuk të lët me cupën time unë ty. Shi si Rikja, shika si Rikja. Është kurioze të di të shofi para, do ta vendos herë tjetër, tash nuk do ta vendos më këtej me pamje nga unë, do ta vendos me pamje ande. Se është shumë kurioze. Anche guardiamo se vengono altri, lo so. Vai. Guarda. Allora, qualche diagonale e quella letti, vero? Qualche diagonale e quella letti, vero? Andiamo, piedi rilassati, mani sulle... da dove non facciamo l'interrogazione? Sulla destra, sulle spalle, sulla schiena, sulla pancia,
Ishte dita e fundit e dancës, edhe zysha e bëri, se herët e tjera nuk na lejon që të shikojmë gocat kur përcejnë, sepse nga që na e bën surprizë te koncerti. Edhe sot na e bëri me ambient të hapur, pra na futën edhe në prindërin që t'i shikoni me që ishte dita e fundit e dancës për këtë vit. Tani do fillojmë në shtator. Po i bëj gati edhe do ikim në shtëpi. Shti përlozim këtu tek është kjo rëshkitësja është kjo rëshkitësja para baletit, edhe sa të ikin të tjerë nuk ikën Selena. Kur t'ike e fundit ka përti nga këtu. Të shpresojmë. Ka marrë këtu të spitali, ngella në spitali unë e shkreta. Ka marrë këtu të spitali për veten time sot, sepse kam një problem të vogël, nuk është një problem i madh, edhe ka marrë ta kontrolloj vajta tek pronto soccorso dhe ato po më dërgojnë tek KAU, sepse nuk janë më rast domethënë për pronto soccorso. Në fakt duhet të shkruaj te mjeku familjes, pa ai mjeku që kam unë, duhet të lësh takim tek ai në fillim. Po që të shkosh të lësh takim të ai, duhet shkosh në pikë të mëngjesit për të lënë takim dhe varet kur ta le, që vetëm të të shofi. Edhe unë me fëmijët vegjël ku të shkojshim të mëngjesit, s'kam asnjëri që të më ndihmoj. Kështu që po shkoj te kjo KAU edhe të më shofi një këto. Tani këtu në pronto soccorso e pan si tipo cicatrice, thanë. Shofim që do më thonë dhe këtu. Ka marrë këtu të KAU edhe janë të pritur. Ja dhe janë. Deri tani më thanë që më duhet të lë patjetër takim të doktorit që të më shofi. Të shikojnë. Mbarua, është një kist kutani thaj, edhe që duhet hequr, nuk është diçka, thjesht hiqet me anestezi lokale, edhe nuk është diçka domethënë e rëndë. Kështu që tashti më duhet të lë takim të doktori im, në mënyrë që të bëj vizitën e kirurgjikale, që ta heqi. Ka dhe kështu. Jo të gjitha ne mamat jemi për herë në gjendjen tonë më të mirë. Ka ditë që jemi dhe ne të dobta. Por, për mendimin tim, duhet që t'i shkojmë vetes mbrapa për çdo gjë të vogël që kemi, sepse nuk i dihet, ajo gjëja e vogël mund të bëhet diçka, dielli mund të bëhet, ajo gjëja e vogël mund të bëhet diçka shumë e madhe, dhe nuk duhet që të arrijmë në atë grad, sepse kemi fëmijë, duhet të kujdesemi për ta, dhe që të kujdesemi për ta, në radhë të parë duhet të kujdesemi për veten në mënyrë që të kemi forcë që të kujdesemi për të veçlit tanë. Tani po presim babin, jam këtu me Ajana, po presim babin dhe do të shkojmë në shtëpi. Ja, Ajana. Ana! Kam vishur këtë të Selenës më duket. Ajana
Sikur është Elena, më sill pas gjitha kujtimet e Selenës, më çon mbrapa në kohë sepse vesh rrobat e Selenës. Ardhur këtu tek festa e fundvitit të Selenës, te kopshti, kemi ngrënë, kemi pirë, kemi përcyer, i kemi bërë gjitha, edhe dorim edhe pas do ikim. Jam bërë kështu se gjithë kohës në diell, ja Ajana, këtu, Kolon, është bërë pis, zhumë se ka ngrënë pjepër. Provoj pjepërin këtu Ajana. Edhe dorim e pak, besoj në një dhe shkim. E ti nga një ditë tjetër është shumë pak, por ne tani jemi përgati, do të shkojmë në plazh. Po. Do fillojmë sot ditën e parë të plazhit për këtë vit. Po presim babi se ka shkuar të marrë telefonin të shtëpia se e ka larguar, edhe do të hikim. Kam goca për makinë. Sa në cecën, shumë vapë goca. Ka njësë vapa direkt shumë. E shiftot për baba. Paca, mama. Mate baba, Lena. Jeta ime. Czeka. Do bësh nana? Jeta ime ti. O shpirti im ti. Ha. Nana? Mrekullia, nana? Moter, a bukën mama. Gjëra kam mbushur unë që të vendos Ajana brenda, shiko që e ka bërë Selena. E ka bërë dhumë, nuk e hedhur brenda. Janë këtu është Ajana që po flej gjumë, Selena ka mbullu kokën që se kuptoj pse. Edhe burri. Burra. Përshëndetje. Kamerën. Njerëzit. Sa më pëlqen të zhuna deti, dalgët. Më japin relax të papar. Uj sot.
Kemi ardhur këtu në plazhin e Gateomaris edhe me thënë të drejtën nuk kënaqem. Uji është çik i ftohtë kur futesh, po pastaj ta ambientohet trupi. Ajana e kishte bërë të parë që është futur në det, sepse vjet ishte diku tek musha, kur e kemi sjell, por që nuk është se e kemi futur në det. Edhe në fillim fare kishte frikë. Edhe nëse e fusnin vetëm për t'i lagur këmbën dhe kishte shumë frikë fillon të qante. Po pastaj bëri një çik kakë, kur ishin të çadrat e Bebelina, edhe thash, "Okej, po e ndroj." Dhe duke i hequr Bebelinën, thash, "Pse jo mos ta fus edhe një vetë?" Sepse radhën e parë u fut me Danielin edhe më tha që qante. "Pse jo, thash, që ta fus vetë një." E mora edhe Selena, së bashku me i vendosa të dyja tek komendarja e Selenës, edhe u kënaq. E mora edhe në krah, duke mbajtur unë, bënte sikur bënte not. Ato lojrat e keni parasysh të bebave që bëjnë kur janë kur i lajnë, dhe u kënaq shumë. Tani ata po flejnë edhe mendoj që të fitën dhe unë në det, me që ata po flejnë edhe ta shijoj. Ishte edhe plazhi për sot. Jam këtu me burraqin. Dhe tani po ikim në shtëpi. Ja t'ju tregoj si vendin. Si bravo di sa? Mos do t'blej la bubu.